nacionale dallojnë, kështu që a do të jetë ky reflektimi i saktë vullnet? Jo. Nëse është betejë politike, çish ka betejë politike kur kërkosh asnjë lider nuk pëson kur gjë. Nuk ka diçka. Mos edhe pëson pas këtyre zgjedhjeve. Politike të Prishtina, jo, Prishtina është barometër për jo vetëm Prishtina. Këto zgjedhje nuk i marr seriozisht për një arsye. I kisha marrë seriozisht vetëm nëse liderët e partive politike që i kanë vendosur emrat për kryetar komune, kishin marrë një farë përgjegjësie në rast se humbin. Që i bjen, Albin Kurti. Po ndoshta me automatizëm herë më Ja, smeret, ku ka Albin Kurti, për shkak nëse Hayrolla Çeku nuk fiton në Prishtinë çet herë, unë mendoj se Albin Kurti të më jap dorëheqje PVV-s. Pse më don dorëheqje kur ata kanë qenë në mënyrë aksidentale kushtimisht vullnet lutë. Po, Hayrolla, po, pse më dha dorëheqje? Unë mendoj që edhe ata e dinë që nuk e fiton Prishtinën. A ban një minutë? Ka një logjik. A ban një minutë me sharu pse? Sepse Hayrolla Çeku nuk ka qenë vendimi i strukturave të brendshme. Na jena kena pa vetë reagimet e strukturave të brendshme për Hayrolla Çekun. Hayrolla Çeku ka qenë i farë mendimi politik, vizioni i Albin Kurtit, sepse është edhe besueshëm, e ka pas qeveri. Ka qenë ministri i tij. E ka pas qeveri, e ka pas çfarë, është për qeverisë lokale, ka thonë që kjo është zgjedhja jeme. Që i bjerë, është zgjedhja, vizioni i Albin Kurtit që ka me qenë zgjedhja Prishtinës. Nëse nuk është zgjedhja Prishtinës, që kjo asë që tasht, edhe vitia ka qenë zgjedhja Kurtit, do më thonë, diçka nuk po shkon... Kurti s'po zgjedh më të mirët për Prishtinë? Strategjia, pse ka zgjedh Hayrolla Çekun, është me qenë kundër dyve përparim Ramës edhe tjetërit që është i Uranit. I bjen taktika njëjtë si kënë qeveri. Nuk ka me rëndësi personazhi Albulena Haxhiu, është me rëndësi çka i shkakton ti kundërshtarëve të politikë. Që është zvoglimi. A mundë me ndërhypa? Po, Më thonë, që ke strategjio në shë që shtë e ka bo Kurti në Prishtinë? Se Flutrën edhe duhet aliruar me të pas pak, po ja për një rapsirët, lutem Flutra? Ka strategjia të ndryshme që na nuk mundemi ndoshta kur me i di. Një ndërtu për mu, sepse ku përcjell punën e Hayrolla Çekut si ministër në disa fusha për 3 vite me radhëzi, nëse strategjia e mas pari Hayrollahut ka qenë me ngrit politikisht, atëherë kjo është një ndër strategjia pse e ka marrë këtë pas. Po, edhe mund të bjerë politikisht. Flutra mund të bjerë nëse nuk përformon. Vetëm ta përfundoj. Kur e udhëheq Ministrinë e Kulturës, ti një farforme jenë fushat 4 vite. Pse po e them? Sepse jenë non-stop me artista të fushave të ndryshme. Jetë ndo pare, konstant. Diçka, vetëm lema të ta